shumë se 200 vite që është funksionale, madje konsiderohet si një nga furrat më të vjetra të qytetit të Prizrenit. E trashëguar nga familja Qollaku, kësaj fure i shtohet rëndësie, sidomos gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, për shkak të përgatitjes dhe shijes së veçantë të pitalkave. Ne jemi prej fshatit Zym të Hasit, si shumica e portarëve. Kjo furrë një datë caktuar as na nuk e dim tamam. Jemi brezi 4 që punojmë. Po sipas një më të vjetër, afër 200 vjet i ka, ndoshta më shumë, po sigurt nuk jemi. Domethënë veç 2 breza, baba jon edhe na. Domethënë prej 1922-s që to që i dim sigurt. Po këtu ka punuar baba i babës edhe babgjyshi. Domethënë 4 breza jemi, brezi 4 jemi që punojmë të zanat pa ndërprer. A ju e trashëgu tash edhe të tjera, ta brezni me trashëgu? Nuk besoj. Se çdo profesion i vjetër që është, të shku në zhdukje. Po marrni vesh një shembull, rast na kemi këtu afër për shembull Kovasht, që janë veç mundesh më thonë që nuk ekzistojnë më. Si profesion, edhe ky profesioni jonë, domethënë furrat tash moderne janë, ato po, trashëgohen, po në çet zanatin, domethënë mënyrën e thjeshtë prodhojmë na, ka disa furrë tjera, alo që prodhojmë, veç janë të shkuar në zhdukje. Për Ramazan qesëm edhe buk, po zakonisht përzeni një jetë për muajin e Ramazan për pitaj ka më vonë, më suxhuk, më mesh varet prej shijes njerëzve. Njerëzit vetë pinë? Po, na vetëm e bëjmë si shërbim, se ata vetë pinë, kush ka qef me mesh, me vo, tëllë përzimje bojnë. Tradita e pitalkave është bërë pjesë e pandashme e iftarëve të çdo prizrenasi. Prej vllazëve, unë jam ai vogël, domethënë tash mas meje, ala kush të ka trashëgu për këto mi pjek. Për na ndon kemi ala për shembull, që po për më pjek mas meje se ka trashëgu kush. Ala për më pjek. Për çaton se tash dim të tash nuk është çaj i rënd fizikisht, sa është psikikisht. Mos vera për shembull, është temperatura shumë e madhe këtu, është shumë vështirë më punua. Po ma shumë psikikisht, është i lodhshëm. Familjar jemi. Familjar, përveç tash në Ramazan që morëm edhe në një muaj, kështu para Ramazan jemi familjar. E që ato është, më thonë, fati që jemi familjar, se sidomos kohën e sotit tash, mas vitit 3, mas liberalizimit, është mungesë, jo vetëm furra, jo vetëm për furra, po çdo profesion është mungesë punëtore për shumë. Si vjetë vetëm për zërën, për shembull, sa furra s'ka qitë pitalkat, mungesa punëtorëve. E kjo hyrë ndoshta juve më të veçantë që ju jeni gjithmonë për Ramazan i keni këtu pitalkat në menu? Po që ato, Prizreni që më thonë, Ramazani ka lezet në Prizren. është jeta shumë e gjallë për zërën, sidomos tash mas dite, kur t'ja nisë më afru iftari, mas iftarit janë lokalet plot, domethënë ka gjallëni shumë prezent gjatë muajit të Ramazan. Po edhe gjithmonë brezat e tyre nuk mungon pitajka juaj. Më thonë, është edhe një fat ky Ramazani, se në Ramazan edhe thirrën familjarët në prej iftar, një traditë që ka fillu më hub shumë të na. Në muajt në Ramazan kjo traditë është në prezent, që thirrën në prej iftara, sot e thirr dikush një tafër në vetë, nesër e thirraj. Një traditë që ka hub, po në muajin e Ramazanit ringjallet çdo Ramazan prezent ringjallet kjo.
Zakonisht guzhva ma madhe është, ja nisëm tash në ora 3, po ma shumë të guzhva madhe është atë 1 orë para iftarit, aty është guzhva shumë ma madhe në atë kohë, po ka edhe gjatë ditës që vinë marrin dikush prejtojnë me pritin atë guzhva në madhe, i shtinë masanej në zeni, bojnë ma herët, veshin në zeni. Për furtarin Prizrenas, kjo punë nuk është as pak e lehtë, derisa thotë se të rinjt sot nuk duan të merren me këtë zanat. Nuk ka punëtor, për shembull, veç si vjet Prizren. Veç ka ky punëtorëve shumë furë ka që nuk qesin pitaj këtë Ramazanit. Çdo vjet përpakohen furët që qesin pitaj këtë Ramazanit. Më ta thonë kështu drejtën, nuk është aq i vështirë fizikisht, sa është i mundim shumë psiqikisht. Çdo kush shkojnë me fjetë na qohën. Ata qohën mëngjes na shkojnë me fjetë, jemi kontra me jetën. Domethënë çdo ditë na jemi kontra me jetën. Për ato është i vështirë që sidomos rinia sotit vështirë që trashëgojnë diçka. Por, a i thot se asnjëherë nuk është pishman që zgjodhi ta trashëgoj zanatin e babait të tij. Unë kam trashëgu këto, edhe pse në shkollë kam shku për te jetë profesion, po në kohën e okupimit para lufte, pasi s'mujta me vazhdu shkollimin, atëherë kom kthy zanatit babës, o s'jam pishman që kom kthy. Nuk jam, me që zanat kom bjetu, kom arrit me kriju familje, me shkollu fëmijët, nuk jam pishman pse kom kthy profesionit babës. Vetëm këto e kemi trashëgim prej babë, derisa të mundum që të mënyrë se kemi në plan ma nëruë me bo kësi furna moderne. Edhe se keni ndërmarrë mundar? Jo. Për momentin jo, derisa mundëm e jo. Unë për shembull, më konë në shkollë për teknik dhomëve, s'kom vazhdu, ju kom kthy profesionit bab, as jam pishman, se s'kom vazhdu ma tepër. Pse jo, çdo zanat nuk është të keq. Ndoshta thoj një fjalë, zanati s'len kur pa bukë. Prizreni njihet si qyteti i traditave dhe zanateve, njësoj siç njihet edhe si vend i atmosferës gjatë muajit të Ramazanit.